50 nomad digital nga kompania ndërkombëtare e teknologjisë EPAM kanë vizituar Korçën këtë fundjavë. Ata janë vendosur në Shqipëri pas luftës në Ukrainë. Prej kuvin dhe takimi me ta është bërë me qëllim prezantimin e potencialit që ka Korça për të jetuar më së miri në këtë qytet. Kompania EPAM është një kompani lider botëror në fushën e programimit dhe të produkteve digjitale. Ka projekte dhe programet e saj të edukimit dhe kjo do të jetë një prej mundësive të bashkëpunimit. Meqense një pjesë e punonjësve të kësaj kompanie vinë nga Ukraina, që siç e dini është një vend në luftë, ata po shohin mundësinë e akomodimit. Për ne do të ishte një mundësi shumë e mirë që një pjesë e këtyre punonjësve të vendoseshin në qytetin e Korçës. Gjatë vizitës së tyre, ata patën mundësi të eksplorojnë qytetin për të zbuluar potencialin e tij për punë, jetesë dhe bashkëpunim me komunitetin lokal. Prej gati një viti, ne jetojmë në Shqipëri, bashkë me gruan dhe 2 vajzat. Jetesa në Shqipëri nuk na duket e vështirë dhe besoj se kemi bërë zgjidhjen e duhur. Të dy me gruan, jemi duke vazhduar punën në kompani online. Sa i takon qytetit Korçës, është herë e dytë që vijmë. Idenë për të ardhur për të jetuar në qytetin tuaj jemi duke menduar, pasi na duket një qytet i pastër, i qetë, i sigurt, me njerëz mikpritës dhe na pëlqen. Takimi u zhvillua në ambientet ku shtrin aktivitetin Korça Innovation Hub për t'i njohur ukrainasit me metodat që përdoren për edukimin e të rinjve dhe qasjen me teknologjinë.